Pra, unë jap qeverinë teknike, ndërkohë bën ndryshime për Republikë Presidenciale. Pa do ta hajë Rama këtë ofertë. Po amerikanët. Jo, Rama unë mendoj do bëj diçka tjetër që këta se kanë kuptuar dhe kur ta kuptojnë do jetë shumë me vonesë. Rama do bëj këtë gjë. Mund mos të shkoj kur të bëj negociat me Berishën për sa i përket ndryshimeve kushtetuese. Rama mund të marrë një deputet. Mirë. Duke mos bë fare negocim, po ai thotë unë do shkoj me Partinë Socialiste se jam dakord me ndryshimet që bën. Dhe shkon Rama dhe bën ndryshime në ligjet organike, në SPAK, në polici, në prokurori, në vende ku kërkon 84 vota, dhe të bëj një reprezal brenda legislativit, duke detyruar Partinë Demokratike që deri më mos të jetë më në gjykatën speciale, por tani e tutje 4 vitet të ardhshme Partia Demokratike dhe subjektet e tjerë do të jenë në dyert e gjykatës kushtetuese. Në këtë kohë, vëmendja, bomba, shpërthimi, që Rama vdes për këtë gjëra, thotë mos i bëni, ne do ja bëjmë nga inati, do të iki vëmendja nga SPAK-u dhe të gjithë betejë e këtij mandatit 4 vjeçar do jetë në dyert e gjykatës kushtetuese. Pra, qeveria teknike do të jetë një betejë që Berisha e lançon dhe Rama bën sikur nuk e pranon. Por Rama do ta pranojë në rast se do të ndihet ai i rrezikuar. Pra ai, jo subjekti politik që është Partia Socialiste. Pra, në rast se ne akuzojmë Berishën që Berisha e ka degeneruar Partinë Demokratike, ne do të themi Edi Rama edhe ai e ka degeneruar Partinë Socialiste. Sepse po të dy janë kryetar partie, po të dy kanë qenë në 2008, po të dy kanë bërë pakte marrëveshje, po të dy kanë bërë viktimat vazhdimisht. Avokat, me që jemi këtu, për para pak ditësh, kryeministri mbajti një fjalim në shesh, për fitoren. Para fjalimit ju tha që do shpallë opozitën e re, foli aty, kjo që thatë ju, kishte ca mesazhe për deputetët e ri që hyn nga forcat e reja politike. Po sonte, çfarë mendoni që do ketë risi? Jo, zoti Rama nuk ka risi. Zoti Rama ka skanim të klasës politike aktuale dhe çdo gjë që Rama thot, ju mund ta kuptoni si një risi. Nuk ka risi zoti Rama. Zoti Rama ka diçka që nuk e bën të tjerët. Pra nuk do ketë një rishpikje. Jo, Rama hapet rreth vetvetes. Po Rama nuk ki kur nga vetja e tij. Pra do thot, Rama në mënyrën se si ka fituar, po doja thotë ka vjedhur. Dakord jam me të dy palët, derisa të dalë e kundërta. Por unë them që opozita e re nuk mund të diktohet nga kryeministri absolut. Dhe nuk mund të diktohet nga një parti absolute në varësi të kryetarit saj absolut. Dhe në rast se zoti Rama do thot Gylsen Zhlima, kryetari i opozitës, do sulmohem i pari unë, sepse thot Rama ty të emëroj kryetar opozite. Dhe Rama tani do shpiki alibin e radhës për qa opozitën. Pra edhe ajo e re e cila do dali, e cila do të krijoj polin e tretë,